Tensionet në lindjen e mesme kanë shkaktuar panik edhe në Dubai, siç edhe ishte raportuar pas sulmeve me raketa dhe dron të lidhura me konfliktin mes Iranit dhe Izraelit. Aeroporti i qytetit u dëmtua dhe fluturimet u ndërprehen. Si pasojë, shumë persona po udhtojnë me makinë drejt Omanit, ku aeroporti i Muscat vazhdon të funksionojë. Por edhe aty biletat drejt Evropës janë pothuajse të pamundura për t'u gjetur, ndërkohë çmimet e fluturimeve me aeroplan privat kanë shpërthyer. Për shembull, një fluturim për në Stamboll mund të kushtojë rreth 85.000 euro, rreth 3 herë më shumë se çmimi i zakonshëm. Kështu për turistët e zakonshëm, largimi mbetet i vështirë. Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe u kanë kërkuar hoteleve të strehojnë vizitorët e bllokuar derisa situata të stabilizohet. Dubai, një simbol luksi dhe sigurie, po përballet tani me një nga momentet më të pasigurta të viteve të fundit. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.